Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër, ju uroj që sot dita tek ju të jetë e shëndetshme dhe plot mbarësi. I ftuari im sot është një nga fotografët e Shkodrës, një nga ato njerëz që me aparat në dorë ishin personazhe të qytetit, ishin njerëzit që fokusuan ecurinë e jetës, të gëzimeve, të eventeve të ndryshme në jetën e secilit prej nesh. Fatmir Trashani ka ardhur sot në Mirëmëngjes Shkodër, edhe unë e përshëndes përzemërsisht. Faleminderit për ftesën. Jam i hapur për diskutu gjithçka mbi formatin e artit e fotografisë. Pasi përvoja ime 50 vjeçare ka mjaftueshëm për të tregu shumë gjëra të bukura mbi artin e fotografisë. Është mbreslënse sepse me sa di unë dhe kjo është që fotografia jo vetëm tani që ne kemi aparatet e celularëve në dorë, por është një dëshmi e kujtesës dhe ecurisë jetës së njerëzve, dhe në Shkodër padyshim ka pas shumë interes. Çfarë ndjeni kur ju pjesa e fotografëve të Shkodrës, të cilët me atë përkushtimin, me atë komunikimin e veçantë, kur ato takoheshin në lulishtet e qytetit apo diku tjetër në kënde mjaft artistike, njerëzit donin që të fiksonin një moment. Fotografia është një nga artet që Shkodra ka tradit, e ka trashëgimi, dhe që t'jesh një fotograf duhet merr përsipër një përgjegjësi shumë të madhe. Duhet t'jesh një artist për të bërë një fotografi. Ishte kënaqësi e madhe për arsye se në ato vite gjithë qyteti ngulonte në lulisht me ardhmë me bërë fotografi. Nxënësit e shkollave, dikush ilte nga mësimi, dikush para mësimit, dikush pas mësimit vite në lulisht me bëjë fotografi, me fiksu një moment nga jeta atyne, nërsa ashtu në dile vinin familjartë për të bëjë fotografi edhe për të plotësu albumet e tyne, pasi ishte një kulturë qytetare shkodrane. Dhe kur i kujtojmë ato vite, nuk mund të mos përmendim plot respekt fotografët e qytetit, personazhet, të gjithë i njihnin me emra, sepse në lulishte, në një kënd artistik me aparat në dorë, takohej për shembull zotni Angelinin, zotni Hilmin, zotni Mirashin, zotni Lekën, zotni ka pas shumë fotograf, shumë emra të dalluar. Dhe ju më të rinjt, Fatmiri, Mikoja. Ka pas shumë fotograf. Zotni Lazri. Qëllimisht kjo fotografi është sjell në kujtesë, bile homazh për ato fotograf që nuk jetojnë. Të gjithë ishin fotograf të mirë, të talentuar, pasi edhe për zgjedhja kur ishte për me fut një fotograf në punë, u përzgjedhte familja e tij, përbamja e tij, sjellja e tij, qytetaria e tij, jo gjithkush mund të u bate një fotograf. Mandej ishin edhe kritere tjera, për arsye se në atë kohë delshim në provim për të u promovu, a je i aftë, as je i aftë për fotograf. Po shoh këtë fotografinë këtu, edhe njëri prej tyre për shembull, njëri prej tyre për shembull, punoi 3-4 vite fotograf, nuk e njoh veten komod, tha unë nuk jam për këtë punë, po jam dorëheqjen edhe u largu. Ato që vazhdon karrierën derisa dolen në pension. Kështu që fotografia është një dashni. Aparati fotografik është një magji. Me anë të aparatit fotografik ne fiksojmë jetën e qytetit, zhvillimin e qytetit, jetën e familjeve, të fëmijëve, rritjen që nga momenti që lind edhe derisa bëhet i rritur. Deri në martesë, përtesa të trashëgojnë. Unë mendoj se fotografia duhet të marrë vendin që i takon. Pasi është traditë e qytetit të Shkodrës, duhet të zhvillohet, duhet promovohet,
Unë për shembull në karrierën time e kam plotësuar të gjitha ato dëshirat e njënjët e dyterimet si fotograf. Për arsye se unë kam punuar jashtëzakonisht shumë, kam fiksuar jashtëzakonisht shumë pamje qytete, bile në arshivat e mia, që është një ndër arshivat më të mëdha jo në qytet, po ndoshta edhe në Shqipëri, me rreth 600.000 imazhe fotografike, me rreth një bibliotekë të tanë me foto të printume, të vume në albume nga qyteti. Unë në arshiven time përmaj të gjithë historinë e qytetit Shkodrës, zhvillimin e qytetit Shkodrës. Kur e keni nisur? Kur e keni takuar për herë të parë aparatin fotografik? Si shkuat tek aparati? Që magji, si u duk kur morët në dorë për herë të parë aparatin fotografik? Fillimet e mia si fotograf mund të jenë tush si jeta jeme, sa mosha jeme. Unë njëshmërinë e parë me fotografinë e kam pas në vitin 1971, ku për 4 vite rresht kam qenë në shtëpinë e pionierit. Keni qenë një fëmijë i vogël? Pa, një fëmijë i vogël, në klasën 5. Kam fillu kursin si fotograf. Me kush ishte instruktori? Instruktori ishte Qes Shllaku. Kolegu juaj? Kolegu juaj. RTS Shkodrës, e përshëndesim Qeskun. Për 4 vite unë kam marru kursin, kam dalë me kategorinë e 3 nga shtëpia e pionierit. Në gusht 75 kam fillu punë si fotograf. Dhe për 15 vite rresht jam kanë në pararoja e fotografe bashkë me kolegun tjetër, shokun tim, mikun tim, Nikolin Jakova. Ne jemi të vetmit, të brezit, të vjetër, të maruvve, të nënshatve, të Hilmi Mustas, të voceve, e me radhë. Pa, me shumë kujtoj njerëzit mrapa vinë e kolegëve tonë, ato që ishin shtylla kryesore, që nxirrshin në dritë punën tonë, ishte laboratori. Në atë kohë laboratori Bardhazi, ma teknologji që ishte, po njerëzit ishin të përkushtuar, dhe një homazh për Ismet Bushatin, një homazh për kolegen, fotografen më të talentuar të studios shqiptare, Luigina Pogo, vazhdimsi me tjerë mandej. Prandaj është natyrisht mbreslënse të gërmosh paksan ato vite, është një ndjesi e veçantë se si u bashkohet grupit të fotografëve. Besoj se keni dalë përpara një po e them kualifikimi apo jo? Sigurisht, pasi marrova kursin e shtëpisë pionierit, unë kam dalë në komisionin e pranimit për punë, ku në atë kohë në komision ishte zotni Gek Marubi, zotni Angelina Nshati, zonja Luigina Pogo, zotni Lazar Kodeli, dhe pasi ato me vunë në provë, me dhanë të drejtën kualifikuese që unë të dalë si fotografi pa mbarë. Si ndjetë para këtyre emrave të mëdhenj, të njohur? Ishte një obligim, da thonë se në atë kohë të ishin emrat më të mëdhenj të qytetit për fotografinë, dhe ishte përgjësi e madhe, u do të punë e madhe, u do të pasion, u do të përkushtim që unë të hija në treg. Po fatmirësisht... Çfarë vënë re ata tek ju? Si mendoni? Ju kujtohet se për çfarë ju provuan? Ato, do thonë, unë thënë të drejtën kishe shku i pregaditur, për arsye se unë kishe ba 4 vjetë kurs, do thonë unë fotografoja portretin, fotografoja peisazhin, fotografoja çdo eveniment ishe i gatshëm për të dalë në treg. Bile në atë kohë, për shembull, ditën e punoshim në Lulisht dhe një vit përpara familjarët rezervoshin tek ne darsmat për me bash setin fotografik. Kështu që ishte një rregull i shkruar, cilësia për fotografin ishte kusht. Diçka vijuese që vjen e shtohet edhe si pasion edhe si mjeshtri profesionale, por si ka qenë ajo filles me aparatin në dorë kur tashmë ju kishit detyrën e fotografit?
Ajo ishte një knasi e jashtëzakonshme. I kujtoni ato patjetër, fillesa. Unë maj mend foton e parë që kam fotografu në shtëpi pionierit, foton e parë që kam bërë kur kam dalë fotografi në Lulishtet, një grup nxënës shkollash që erdhen, më parë një fëmijë i ri, 15 vjeç, ato banë përzgjedhjen, po bajmë fotografinë të filani. Për mu ishte një knasi e ma. Ai ishte një spuntë, ishte një hovë, do të thënë, unë po u pëlqeshe nga njerëzit. Edhe të drejtën, unë kam qenë mjaft rezultativ në punën teme. Duhet këtë qenë edhe një proces psikologjik në fillesa. Ju ishit pothuajse fëmijë, apo jo? Ndërkohë që fotografë të tjerë kishin një vijshmëri. Secili qëndronte në pozicionin e tij në aty ishim edhe shok, po ishim edhe konkurrent ka njëri tjetër. Po, të thënë të drejtën, konkurrencë e mirë, patjetër e mirë, po vetë mosha, rinia, përzgjedhshin me bë fotografi të rit. Sepse ju ishit ndoshta ishim më të rritë i duroshit të gjitha ato tekat normalisht në paraparat për me hinë treg ishim të detyruar me ju plotsu tekat, dëshirat, pasionin gjithkuj, edhe ne u përpiqim me bë më të bukurën që klientat me të kënaqen e me ardhur përsëri. Besoj se keni shumë emra në qytet që janë fotografuar tek ju. Unë për 50 vite mund të them nuk kam et kush po fotografu të unë. Ato vite çdo familje shkodrane ne kena bën shërbimit fotografike darsma, fejesa, datëlindje. Pra u pronotoshin në ndërmarrje, Jo, vishin direkt. Do thënë, një pjesë shkoshin te reparti shërbime, aty kërkoshin një fotograf, po klientela jonë vite gjithmonë me na pronetu në Lulisht. Lulisht, direkt për det, edhe vishin një vit për para. Se, do thënë, aq ishin. Sa foto bani në i dasëm? Ne i dasëm në atë kohë bashim 3 filma, 4 filma, 5 filma. 5 filma, ma 36 shkrepje. 180. 180 shkrepje. Po, një fotografi mirë, një fotograf i talentuar në 180 shkrepje, 170 janë për mu stampu. Do thënë, nuk mushe cilësia, në atë kohë kishte kontroll cilësiet, nuk mushe me anashkalu. Do thënë, ai mund të nxirrsh skarca. Skarca ishte vetëm 3%. Ishte normativa, nëse ti bën skarcitet ma tepër, ose si e jaft, ose do ta pagushe. Nuk është si sot edhe sanksione. Nuk është si sot që me aparat digital shkrep aparatin edhe bën 1000 shkrepje për me zgjat 2 cop. Një fotografi mirë duhet, nëse bën 1000 shkrepje, 990 duhet jenë të sakta. Pra është edhe përgjegjësi. Është përgjegjësi, është pasion, është si u rrit për profesionit tek ju, dhe më thënë çfarë cilësish fituat ende më shumë gjatë kësaj ecurie? Të them të vërtetën, ky profesion është edhe profesion, po në radhë parë është art. Nëse është pasion. Nëse ti nuk e don këtë art, nuk ke pasion për këtë, nuk mundesh me qenë një artist, nuk mundesh me qenë një fotograf. Kështu që artisti lind. Artist nuk mund bëhesh, thotë e tjetri, edhe bëhesh nga përvoja, nga vitet, nga këto. Unë mendoj se nuk bëhesh, ti fiton përvojë, po gjithmonë me një kopjues. Si puna e një piktorit, ai që është i lidhur për piktor bëhet piktor, ndërsa piktorë të tjerë shkojnë të kopju, por nuk janë artista. Kështu që artisti lind. Patjetër që ju gjatë këtij rrugtimi keni patur sfidat tuaja, edhe vështirësi, ndoshta në kushte të veçanta, në kushte jo krejt favorshme, ju atje keni qenë, sepse ishin në orarin e punës, apo jo? Unë në fakt e kam dashur këtë profesion, e kam dashur këtë art, jam përkushtu këtij profesion me mishë me shpirt dhe kam arrit më të mirat e këtij profesionit. Nuk kam pas edhe ambicie për këtë profesion. Unë për shembull gjatë karrierës time, këto vitet e demokracisë, kam marrë pjesë në për
ekspozitat të ndryshme, kam hapë ekspozitë. Unë mendoj se duhet të ndalemi më gjërësisht në këto aktivitete pas 90-s, po para 90-s natyrisht ka qenë një raport krejt më i veçantë me fotografin, patjetër që keni qenë personazhet qytetit, të njoftun prej gjithëve. Dhe kur shkoshim tek banaku i repartit, thoshin kush e ka bën fotografinë? Fotografinë të filanit. Nësa për sa i përket aktiviteteve që u bashin në qytet, do thënë, ato ishin të pronitume tek administratorja e dyqanit, për shembull me shku fotografin stadium, me shku fotografin teatr, me shku fotografin bashki, ose si që kanë atë kohë në komitet, si që në kanë këto në për shkolla, nërsak, përsa i përket në marrëdhënie me njerëzit, ne fotografti në kanë të lirë, në kanë të pambarën, përsi se këna pas vendin lulisht, edhe aty vishin njerëzit në kërkoni për me kry shërbimet e veta. Pra, kryesisht fokusi i aparatit kanë qenë njerëzit. Njerëzit. Më pak aktivitetet, më pak panoramiket. Në të kohë panoramike vetëm kur është bën diçka për qef, për arsye se janë kënë gjanat e limitume. Në të kohë edhe filmat ne i merrshim me numër pozash, kështu që nuk me të gjanë absolutisht për me harxhu diçka më tepër për këtësin tënde. Po kur ktheheshin në familje dhe thoshin familjarët, po na shkret një foto më fat mirë, si ti kishe me protokolla? Ja, ato i kishe me protokolla, po kur shkoje në familje, do të thonë, ishe i përgatitur për të plotësuar komplet. I kishe rujt një 3-4 foto. Normal, ato i kishe të rujtëna. Ke ndonjë foto të rrallë që e ke me shumë zemër, e ke me një kujtim të veçantë, ndoshta fotoja fundit të dikujt, ndoshta fotoja e parë dikujt tjetër, ndoshta një foto që lidhet me një çast të papërsëritshëm. Po, foto tash unë kam realizu shumë foto. Kam fotografu sipas rastit të gjithë antarët e bërës politike kur vinin në Shkodër për një vizit. Kam realizu fotot e Termetit, kam fotografu lagjen e Baqallekut, Dajqin dhe Velipojen. Janë fotografia shumë të veçanta, shumë të dhimbshme, shumë stresuese. Ju shkuat atje, pa ju thënë njëri apo në caktun? Në caktun me shku me fotografu. Unë kam shku, kam pa shtëpiat e Baqallekut të rrenume, njerëz të përjashta komplet. Kam shku në Velipoj, kam gjetë pastra me të vajzën që kishte zanët blektorin stalla, shumë aktivitete tjera. Fotografiat janë panur. Nërsa në këto vitet e demokracisë, pandaj ishe i lirë. E kuptoj. Në atë kohë Bardezi, fotografia Bardezi, si e vlerësoni edhe nga pozicioni i kësaj kohe tani, fotografin Bardezi? Vetë fjala fotografi do me thonë me shkru me driten. Originalja, knasia, pasioni, arti, gjithçka është fotografia Bardezi. Nërsa fotografia me ngjyra është një lustër që i bëhet si me një makjazh, si një femër para pasyrës për bë makjazh. E vërteta profesionalizmi është fotoja Bardezi. Unë kam mjaft nostalgji, unë i kam të rujtën e të gjithë pajisjet e laboratorit Bardezi, me aparatin, me thashet, çfarë aparatet keni pas? Në atë kohë, na kena punu me aparata praktika, Germano-Linor, nërsa aparatet e stapimit kanë qenë Krokos Qek. Si vlerësoni nga kjo e curi? Qëtësia është edhe sot është e pa rriqme me fotografime. Nëse unë sot printoj një fotografi me printerin më të mirë që mund tjetë sot printeri Epson 8050, fjala fundit e teknologjisë me 6 ngjyra, po ta kthej një fotografi Bardezi, ose po ta laj me teknologjinë e vjetër një foto Bardezi, fotoja me teknologjinë e vjetër është disa herë më e mirë se sa fotografia e sotshme.
ndaj edhe unë këtë mendim, por gjithsesi jeta është plot ngjyra dhe njerëzit i pëlqejnë. Ka ngjyra, ka edhe bardhëzinë vet. Gjithsesi. Megjithatë arti është tek këndvështrim, në këndvështrimin e drithijes dhe të raportit që kanë me njëra tjetrën. Këto drithijet, ky ndriçimi, këto dritët, ky është arti. Ai fotograf është ai që din brenda një ambientit me gjetë atë bukurin e atij ambientit ku nuk e shef gjithkush, e shef vetëm artisti. Kjo është e vërtetë. Do thënë, aja është arti. Kjo për shembull që një fotograf ka kjo drejthijet që ka lëshu kalaja. Do thënë reflektimin që ka lëshu kalaja. Sa më pëlqejnë këto gjallësa të mrekullueshme që përgatiten të futen në ujë, si njerëz që përgatiten të futen në jetë. Një fotografi gjen disa elemente, i kompozon për të realizuar një foto. Aty ke ndriçimin, aty ke mallshtinë e kalas, ke reflektimin e kalas, ke gjallësat në brekliqenit, ke gjelbrimin, ke në horizont qidhin, ke rret që plotësojnë kuadrin komplet të një fotografisë. E vërtet. Ashtu si që thatë ju, syri një fotografi, një artisti të veçantën që të tjerët ndoshta nuk e dallojnë aq shumë. Detajet. Shumë e bukur është bëha kjo pedonale. Në Gjuhëdol, po ka diçka që të vret synin, që duhet jetë një reagim për institucionet. To telat e internetit, to duhet hiqen, duhet pastrohet, që dalin vlerat autentike si që janë realizuar ato. Janë pastruar, më duket, po. Gjithsesi kjo përket një periudhe. Kjo është një periudhë. Kjo është një fotografi e vonë, nuk është kjo fotografi para 3-4 muajsh. Kështu që ato ekzistojnë hala. Kështu që kur vinë turistat, fotografia është dëshmi. Kjo është një fotografi tjetër që Shkodra nuk mund të ndahet, një refleksion një ditë mas shjut. Ja, kjo refleksioni Shkodra nuk mund të ndahet nga bicikletat e lulet dhe nga këto elemente qytetëse të cilët e bëjnë Shkodrën. Po, e rëndësishme, për të realizuar një këtë fotografi, do të thënë. Këtu është Dajlani? Kjo është poshtë Kalas. Poshtë Kalas. Këtë fotografi kam bërë 15 ditë me realizu. Për arsye se për 15 ditë rresht, unë kam shku çdo ditë 2 deri në 4 me rujt këtë ndriçim, këtë vjesht, fatmirësisht edhe ai shpendoli kaloi në atë moment. Po, ma është dash 15 ditë për të realizuar këtë foto. Edhe është një nër fotot që në Australi, në media, ka hinë media digitale. Është vlerësu mjaft. Ju po thoshi pak më herët që keni marrë pjesë edhe në konkurse. Unë vazhdimisht jam kanë i kujdesshëm, për shembull në 2008 në një konkurs ndërkombëtar në Sarajevo, me pjesëmarrjen e 43 shteteve. Ishte ajo fotografia. Kjo foto. Mund të afrojmë pak, Fatjon? Kjo është fotografia fituese në të gjitha ura mesit, por arsye është vlerësuar për arkitekturën, për këndvështrimin e fotografit, po unë doja të paraqitesha se Shkodra, Shqipëria nuk është ajo Shqipëri që u diskutote në ato vitin e për media, po Shqipëria është një vend i zhvilluar, ka një traditë, ka një kulturë, ka një histori, edhe u përfaqësova me këtë fotografi. Për fatin tim, kjo fotografi u vlerësua me çmimin e parë. Patjetër që është diçka e bukur dhe mbërslon sa ju keni mjaft mbresa nga këto foto përfaqësuese që keni realizuar. Po, normalisht unë kam marrë shumë pjesë në për ngjarje të këtilla, kam hap edhe vetë ekspozita fotografike në Korçë, kam hap ekspozitë në Durrës, kam hap ekspozitë në Podgoricë, në Lezhë, në Mirdit, në galerinë time private, galerinë Iris. Ju e ndërtuat një galeri? Unë kam një galeri të ndërtuar, e gatshme për ekspozita,
pavarësisht se ajo kërkon një mbështetje financiare për të zhvilluar aktivitete. Pas viteve 90, këndvështrimi juaj si artist fotograf u zgjerua ende më shumë. Ju tashmë nuk ishi me gjithë pasionin, nuk ishi ai fotografi i një lulishte apo një rrugë të qytetit apo një eventi familjar. Hapësira e veprimtarisë dhe e gjeografisë së shkrepjes së aparatit u ba më. Patjetër, normalisht në ardhjen e demokracisë ndryshuan edhe kushtet financiare, në pasioni u rrit, përvojën kishe nga marupt, dhe e vuna vedi detyrë që të lanë një gjurmë në historinë e fotografisë për qytetin. Edhe krahas punës përditshme që me punu mi shërbi e klientit për njërat materiale për familjen, unë kursimet e mia doja t'i arshivoja i holla në fotografi. Edhe për këtë kam ngrit një galeri artit. Sa e bukur. Një vjesht e juaja? Pa, gjitha janë fotot e mia. Jo, e kemi pa dhe diku tjetër. Pa një vjesht e pa përsëritshme në pedonalen Pazar. Të gjitha ngjyrat e vjeshtës janë në këtë fokus. Po kjo foto? Edhe kjo është në Pazar. Që edhe kjo është pranimi të Urabunës. Në galerinë tuaj ka shumë foto, po ne kemi përsjedhur ato që janë përreth qytetit, që vende që pothuajse të gjithë kemi takuar. Unë çdo fundjavë marr aparatin me vedi, edhe dal edhe fotografoj. Ja, këto janë fotot e fundit. Kjo me sa di unë, kjo është dera juaj. Jo, kjo nuk është dera jo. Edhe ne kemi në familjen tonë çoba një derë të madhe, një derë historike, një derë që mendohet ka jetuar edhe Dit Durham në një periudhë të caktuar. Unë kishe vu vetë detyrë që të arshivoja. Po këtë i berë, si e keni fiksu? Kjo është bame në lind të Pogradecit. Ishen në qafë ploq sipër, e pashat prënimin, prënimi të bëhe pash Ylberin, unë të esë shpejt me makinë, derisa arritë u nala dikun në brek liqenit, kam fotografu. Janë shumë kujtime të bukra. Por shumë ma i mend një rast, një natë s'po kishe rahati në shpi. Po, e ndrojmë fotën, po? Kur shafën dritare, kishte dal një hanë. Ishte ora 3 natë. Mora aparatin, u solla gjithë qytetit, edhe diku nga ora 4 sahati, kur hana shkoj midis 2 minareve të xhamisë Sparruc. Edhe kam fotografu atë. Është një fotografi jashtëzakonshme. Ne kemi shumë foto, po shumë e bukur është fotoja ku paraqiten 3 objektet e kultit në një trekëndsh barabrinj, të cilën ju e keni fiksuar mrekullisht bukur. Është edhe kjo fotografi ka qenë pjesëmarrëse në ekspozitën e Sarajevës. Kjo është vlerësuar me çmimin e 3 për bashkëjetesën fetare, ku mbrenda një kanit, unë aty kishe një dyqan të instituti, edhe shkoja vija për ditë. Asnjëherë nuk e kishe vuar reja e kanë. Në një moment që po shkoja me fotografu në një aktivitet në teatr, vonë ishe tu nga vrap kur e shaf. Jam rikthyer edhe herë mrapa, e kam shkrep. Dënë ti që kjo shkrepje ishte shumë fatlume, ishte shumë përfaqësuese, jo vetëm për bashkëjetesën, për origjinalitetin e unë kam mujt ato muret, ato gjanat me i pastru, këto makinat me hek, po unë e lash origjinale dhe bota për këtë e vlerësoj. Artistët për këtë, komisioni për këtë e vlerësoj. Kështu që edhe këtu në një trekëndsh barabrinjës janë kisha... Ashtë si mi pavu me metër të në distancë. Edhe xhamia dhe 2 edhe ndriçimi edhe të gjitha. Kjo është syri dhe kisha ortodokse. Kjo është syri fotografit. Kjo është pasioni për fotografinë. Keni shumë histori të tilla fotografike që ndoshta përveç
këtij albumi, asaj bibliotekës po e quaj, nuk quhet fototek quhet. Fototeka. Do të ishte bukur që edhe shumë gjana t'i mbanit edhe me shënime në mënyrë që t'i shoqëronit. Unë normalisht ka marrë në të mosh, në të periudhë punet që po i arshivoj, po i shkruaj, unë i kam digitalizu të gjitha fotot aty, plus që rreth 100.000-150.000 foto, nuk e di se sa janë tamam, i kam printu edhe i kam vendos në albume. Kjo është i kosto e madhe, kështu që pranaj nuk mund të bëhen të gjitha, po se unë fotografoj çdo ditë, çdo moment, çdo sekond. Këtu jemi në Zogaj. Në Zogaj. Kjo është një mrekulli. Këndi bukur fotografik që ka dritë, ka hije, ka ngjyrë. Unë bile i sugjeroj të gjithë bizneset, lokalet, hotelet, restorantet, që të rredojnë punën me to mrekullinat të natyrës të Shkodrës e të Shqipërisë. Pasi se unë kam arshivu nga Vermoshi deri në Konispol. Çdo qytet të Shqipërisë e kam fotografu. Ja, këtu. Kjo është futur në një shpellë. Në një shpellë, hyrë një shpellë që edhe vetë fshatartë nuk e dinin për këtë shpellë. Ku ndodhe? Kjo ndodhet në kalat të Drishtit, sipër shtëpiave, kur unë kishe shku me ba një set fotografik atje sipër, dhe një fshatar më jep nipin e vet si udhërrëfyes. Udhërfyes atje. Gjatë kohës që unë po zbritja nga kalaja, ku shoft një terrin diku midis aty në shelqeve. Tërhoqi diçka, një dritë, diçka më tërhoqi aty, kur largoj ato ferrat, ato barishtet, kur doli kjo shpellë, kjo ishte një shpellë e gdhenën, jo nga natyra, po si me kanë e gdhenën me dur. Ishte jashtëzakonshme. E pra, ju po thoshit se është shumë e bukur që të promovohen pikërisht këto monumente të mrekullueshme të natyrës tonë dhe të qëndronin, pse jo, plot krenari në muret e ambienteve të ndryshme si promovim i kësaj natyre. Bile, me që është rasti, me që është funksion, do të kishe bërë dhe një thirrje të institucionit të kulturës në bashki, pse mos të krijohet për Shkodrën dita e fotografisë. Shkodër ka lind fotografia, në Shkodër kanë jetu kolos të fotografisë, ama ato kanë ikë, pse mos dalin një brez tjetër i fotogravet, të promovohet, të bëhet dita fotografisë, ku të gjithë qytetit, gjithë rinia të fotografojnë, të përzgjidhen fotografijat më të bukur, dhe ato fotografia më nëjnë e se mëse të tërzohen në bashkive, në arshiv, në fototek, ku do që t'jenë, ama të ruhet, ama njerëzit të rinia sa merren me celular, ma mirë të merren me një aparat, se aparati është edhe një terapi për njerëzit. Natyrisht. Është një terapi, nëse dikush del me ba një ecje, dikush ka një stres, nëse prej moment merret me aparatin fotografon një pejsazh, fotografon një diçka, e humbet atë stresin që ka, edhe është një terapi. Është një terapi, kështu që është një mrekulli përdorimi i aparatit. Por ju flisni si profesionist që do të thotë që edhe këto amator ose dashamirës të fotografisë të kenë një ecuri profesionale dhe sepse shpesh ne ndeshemi, dhe kjo është tashma edhe evidente, me fake foto, me foto të rreme, me miksime, me retushime, që të quaj, si stilime, që plakun e bën të riun e bën plak, e tjerë. Ç'mendim keni? Unë kam jetë profesionist ashtu si që më ushqy, ashtu si që kam su. Në punët e mia nuk ka asnjë ritushim. Në punët e mia s'ka asnjë ndërhyrje. Në punët e mia nuk ka Photoshop. Dhe thënë fotografi duhet me njoft dritën. Nëse fotografi njeft dritën, kombinon dritën me shpejtësinë e kohën e shkrepjes, atëherë ai është fotograf. Fotografia analoge, ajo është fotografi artistike. Nëse fotografia bëhen në auto, nuk është ma fotografia, atë e bën aparati, nuk e bën ma njeriu.
është një moment magjik do të thosha. Ju thone drita, shpejtësia e shkrepjes, po edhe momenti, sepse fotografia është një gjendje, artisti e ka pa gjendje. Normalisht, unë ta thash edhe parë, mjafton edhe nëse je brenda një shkretire, një fotograf, një artist e gjen të bukurën dhe gjen një mundësi për të kriju një set fotografik, një ekspozitë të tanë në një ambient krejt të vogël. Nuk është të thënë që gjithmonë të pozosh para aparatit. Absolutisht. Artisti dita kap atë moment, edhe në një moment që një njeri nuk pozon, por që e përfaqëson më së miri këtë person. Vetëm artisti është në gjendje me realizu diçka bukur, diçka të veçantë. Shko ti del para aparatit, por nuk ke emocion, nuk mundesh. Ndërsa fotografi artist të fotografon pa ditë, pa umat, pa emocionet e ftofta të vetët, të nxjerr emocionet Ka ndodhur ndonjëherë që ka dikush të bëjë një foto dhe i thënë sot nuk je për foto. Sigurisht, sa dush. Sepse është gjendja. Jo, sa dush. Do të thënë, nëse don me fotografu një qift, nëse ti s'ke pas asnjëherë një kontakt përpara me te, që ai me kanë lishëm para tetë, nuk mund ta fotografosh. Ti e fotografon, po asgjë. E kuptoj. Duhet të njifesh, të bashkëbisedosh, të njifsh natyrën e tij, temperamentin e ty, të dish çfarë dëshiron ai prej fotografisë, atëherë mundesh me realizu. Fotografia është dëshmi e kujtesës, e historisë, por edhe gjendje shpirtërore, emocionale. E shoh që ju jetoni çdo ditë me fotografinë dhe çfarë ndjesie kanë kur ju thonë Fatmir fotografi. Normalisht kjo 0 për ditë, 0 edhe në Shkodër, 0 edhe kur dalim në Tiranë, kudo që, 0 edhe kur shkojmë edhe jashtë. Bile maj mend një rast ishte në Freiburg të Gjermanisë, po fotografoshej aty në për qytet, kur një dikush shqip, o Fatmir, kur këtej kryt, hajde o marrë bord në bani fotografi. Kjo ishte si me të pasfalta në Freiburgu, ne? Ishte një knasje, kjo është një marrëdhënie me njerëzit, komunikim. Kuda që shkon, njerëzit të respektojnë, të ftojnë, të afrojnë, është knasi. Kjo është kur din me lanë një emën në qytet për artin që ti banë. Për sjelljen ti ke bërë ka shi klientit e për të gjitha këto vëndra. Është një marrëdhënie që jetohet tek vetja juaj, por edhe tek të tjerët. E shoh që ju nuk rreshtni në ecurinë tuaj, në këtë pasion, në marrëdhënie me objektivin, por edhe në marrëdhënie me aktivitetin. Ju merrni pjesë në konkurse, keni realizuar ekspozita, keni galerinë tuaj. Nuk ti keni ndonjë plan të afërt për të realizuar? Nërsa unë sot ka një vit të paktën që po punoj, dal çdo ditë me aparat, çdo rrugë të qytetit, çdo rrugës qytetit, ku shaf një derë të vjetër, ku shaf një shtëpi të vjetër, ku shaf një objekt të kulturit, ku shaf diçka që nesër mas nesër do humbasin, i fotografoj, i arshivoj, edhe të jenë në memorien, të jenë arshiv që nesër mas nesër të shërbejnë memorjes qytetit. Kjo është obligimi e detyrimi i një artistit për qytetin. Gjëshëm. Mbreslënse do ta quaja. Është një art që pulson tek ju. Është një pasion. Natyrisht familja gjithmonë ju ka kuptu me aparatin në normalisht familja e din se unë ka herë kam danë edhe shumë mangët familjes për të bënë një shërbim. Thash unë edhe sot në këtë moment që do dalë prej këtu e kam vendosur sot të shkoj të fotografoj në Zogajt. Në shime që po bëhen në Zogajt, si që pe atë fotografin, nesër mas jesit ato mund të mos jenë në gjendje që janë sot, mund të jenë të rekonstruktume, po mund të mos jenë edhe fare, mund të jenë në asfalt. Kështu që ato të jenë në memorien si ishte. Kjo është ajo që thuhet ndjesit edhe
emocionet që t'jep një aparat që sëresh së fotografumi, thuhet në një poezi të Rozafës. Për shembull, këtu e gjej tek ju. Besoj që ju keni frymëzime të përditshme dhe për këtë ju uroj gjithmonë përsi. Unë nuk heq dorë nga aparati, se dal prej shtëpijet me aparat në xhep, me aparat në makinë, dal në studio, punoj të ditën me aparat, edhe kur dal prej studio përsëri për shtëpi, qoftë edhe me celular, se mjafton fotografinë nuk e bën teknologjia. Fotografinë e bën syri edhe dora e pjekun e një profesionistit. Mjafton që të kesh një pajisje që të fotografosh, nuk është e rëndësishme të kesh një aparat kush e di se çka, një dron, një fotografinë e sjell pasioni, dëshira, syni i pjekun e një artistit. Unë dëshiroj t'ju falenderoj shumë që ishit sot i pranishëm në Mirëmëngjes Shkodër. Ndjem natyrisht historinë e përbashkët të shumë njerëzve në qytet, ku fotografi fikson këtë ecuri, këtë histori të gëzimeve, të ecuri të rritjes, të karakteristikave të qytetit, të marrëdhënies së njerëzve, të dashurisë së qytetarëve për fotografinë dhe për fotot e albumet fotografike. Natyrisht është një kulturë, është një vijshmëri, është pse jo një traditë e jashtëzakonshme e cila duhet të ketë ritmet e saj të zhvillimit. Ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër. Kënaqësi për mua. Edhe për mua. Mbarësi gjithmonë. Faleminderit.